Bashkëshortet janë amaneti juaj. Sjellja e mirë ndaj gruas është urdhër me të cilin Allahu fuqiplot i ka obliguar burrat. Ka thënë Allahu i lartësuar në librin e tij: "Wa ashiruhunna bil ma'ruf", çoni jetë të mirë me to. Një ashtu ka thënë Muhamedi alayhi salam: "Istawsu bin nisa'i khaira", silluni mirë me gratë. Është për qëllim kujdesja ndaj gruas, që të mos i bëhet padrejtësi në të drejtat e saj, të mos shtypet, të mos neglizhohet e të lihet pasdore, por të ketë përkujdesje të plot ndaj saj. Një i ditur e këshilloi të birin e tij që po martohej, duke i thënë: "Biri im, bashkëshortja yte ka lënë baban, nënën, motrën, vëllan për të qenë vetëm e jotja, andaj ti bëhu zëvendësimi i të gjithë këtyre për të. Nëse dëshiron të jesh më i miri nga njerëzit, dëgjoje këtë hadith të pejgamberit alayhis salam ku ai thotë: më i miri ndër ju është ai i cili është më i miri me bashkëshortën e tij."